Mirëmbrëma të nderuar shikues, mirë se erdhët në një tjetër edicion të emisionit Zoom. Më 9 maj, në ditën e Europës, koalicioni Vlen u shndruar zyrtarisht në një parti të vetme politike, 5 subjekte në një dhe një model i ri me 2 bashk kryetar. Por kongresi që duhet ishte fejs bashkimi prodhoi edhe kritika. Sonte në Zoom mirëpresim zotin Izet Mexhiti, bashk kryetari i Vlenit dhe kryetari i komunës së Çajirit, me të do të flasim për kongresin, për 2 vitet në qeveri, për gjuhën shqipe, për akuzat që po i bëhen dhe për të ardhmen e një partije që sapo lindi, por që mban barën e pushtetit. Zoti Mexhiti, mirë se erdhët në Zoom. Mirë se gjë. Zoti Mexhiti, ju e quajtët kongresin historik dhe thatë se Vleni lindi nga rrugët dhe jo nga nën tavolinat e parapolitikës. Por Vleni sot bashkohet pas 2 viteve qeverisje, jo kur ishit në opozit. Ndaj edhe parashtrohet pyetja, është ky bashkim edhe më shumë konsolidim pushteti? Jo. Vleni është i bashkuar, domethënë, në opozit. Nëse kujtohet, domethënë, lëvizja ka qenë atëherë Len, po mandej Vlen me prezencën e 5 subjekteve, si koalicion pra që e ndëgjoj votuesin shqiptar i cili ishte atëherë i pakënaqur, kërkonte ndryshimin dhe defekti ishte opozita e atëhershme e cila nuk u bashkua. Ne ndëgjuam këtë votues momentin që u bashku Vleni, pra doli fitues dhe nuk është opozit, po është pozitë shqiptare, është subjekti kryesor i shqiptarëve në Maqedoni. Ndërsa me 9 maj ka ndodhur shkrirja, domethënë jo se ne të bashkuar kemi qenë edhe në opozit, edhe zgjedhje parlamentare, edhe në zgjedhjet lokale, këtë kemi demonstruar me sukses pra në këto 2 cikle zgjedhore, po me 9 maj ne demonstruam që ky subjekt nuk është formuar për një cikël zgjedhor, për një përdorim, po është subjekt i cili ku bashkohen 5 subjekte tjera politike dhe udhëheq dhe pretendon të udhëheq me shqiptarët në vitet e ardhshme. Modeli me 2 bashk kryetar, ju dhe zoti Kasami, kuptohet është risi, është, nëse zgaboj, partia e parë politike në Maqedoni të Veriut që aplikon këtë lloj modeli, por që normalisht ka sfidat e veta. Për shembull, si do të zgjidhni një mosmarrveshje apo ndonjë mos pajtim mes juve dhe zotit Kasami në Vlen, për një çështje të caktuar në tarme. Nëse mendojmë ka e keq edhe për të prish, edhe kur ka një kryetar, prishën partitë politike. Ka pas raste. Tjetra është, domethënë, pretendimet tona janë të shkojmë në Bashkimin Evropian, në vlerat evropiane. Nëse është kështu, atëherë ne nuk kemi shpik diçka të re, domethënë kemi marrë një vlerë evropiane, e cila me dekada funksionon suksesshëm në Gjermani, në Skandinavi, në gjithandej në Europë, pra është model i balansimit, model ku ka më tepër debat, më shumë demokraci, pra model ku më tepër domethënë puna, suksesi përqendrohet, vizioni përqendrohet tek ekipi, tek fryma e subjektit sesa te individi. Ne mendojmë përveç që kemi thënë monopolin politik, kemi sjell ndryshimin, kemi sjell konkurrencën në Maqedoni dhe nëse ka qenë karakteristikë këtu përçamjen e fraksionimet, pra kemi bërë një hap tjetër, kemi sjell edhe kjo është risi për këtë nënqiell, pra për herë të parë shqiptarët po bashkohen. Po ashtu kemi sjell edhe një model ku nuk vendoset theksi tek individi, tek kulti, sepse shqiptarët historikisht kultin kanë ditë ta paguajnë shtrenjtë. Domethënë kur ndërtojmë kulte, kur ndërtojmë mite, lider të pakontestueshëm, lider të pazavendësueshëm, mandej na vjen situata që paguajmë çmimin për ata. Në komunizëm e dim se si kemi paguajt, në demokraci ka mjaft shembuj edhe tek opozita shqiptare. Konkretisht. Po vjen në situatë ku mandej domethënë lideri mbetet në fund. Edhe kur është në rritje subjekti, edhe kur ka sukses, po edhe kur ka mos sukses, lideri vjen edhe përveçson subjektin, edhe e llogaritsi pronë private, edhe mandej edhe prej 20 deputetëve është i gatshëm të shkojë edhe me 2 mbetet, po të mbetet lider. Keni fjalë për zotin Ahmetit? Po jo veç. Në rregull. Atëherë mendoj se ato që mirën me politikë i dinë rrethonat, pra nuk këtu jam madje për të flas për Vlenin, për të promovuar kongresin, po mendoj që ky që edhe në Maqedoni, edhe më gjerë, pra shumë shtrenjtë kemi paguajt kultin dhe mitizimin e figurave.
Flasim për platformën për pozicionimin e Vlenit si parti e qendrës së djathtë me vlera si familja, ekonomia e tregut dhe nisma private, por e dim se shqiptarët e Maqedonisë së Veriut, zoti Mexhiti, nuk e kanë pasur historikisht ndarjen në të djathtë në të majtë siç është e dukshme për shembull në Shqipëri. Pse zgjedhët pikërisht këtë pozicionim dhe çfarë ndryshon konkretisht në politikat tuaja krahasuar me partitë e tjera shqiptare që kjo qendër e djathtë e bën dallimin? E para vlerësoj që shqiptarët në Maqedoni pjesa dërmuese janë të djathtë. Pra, bile kur ja u përmend të majtan, ju asocion në komunizëm, ju asocion pra në periudhën e rëndë pra komuniste, domethënë ende e majtak tek shqiptarët pra nuk perceptohet si e majtë evropiane, e majtë progresive e kështu me radhë. Pra, në momentin kur shqiptarit në Maqedoni, po dhe më gjerë, ja përmend të majtën, asocimi i parë është në komunizëm dhe në domethënë të majtën ekstreme. Prandaj mendoj që pjesa dërmuese e shqiptarëve në Maqedoni janë të deklaruar dhe të orientuar ka e djathta. E dyta, nëse pretendojmë tek vlerat evropiane, e dim që partitë evropiane janë të ndara në familjet e djathta dhe të majta dhe liberale, domethënë ka drejtime të tjera. Pse ne si shqiptarët e Maqedonisë duhet të privohemi nga kjo, mos jemi pjesë e këtyre familjeve. Derisa ne mbetemi si parti tematike, parti e pa definume, për t'i pëlqyer partnerëve në qeveri, herë me njënin, kur janë me të majtën bëhen më të majtë se majta, kur janë me djathtin bëhen më të djathta, edhe kinse në fund mbetemi si tematike. Pra edhe kjo është, ne jemi më drejt për drejt edhe duhem pra me orientimin e djathtë, për që pretendojmë që shqiptarët e Maqedonisë janë më tepër shumica të djathtë të orientuar, dhe e dyta pra duhem pra të hapim rrugë që të jemi në familjen e partive si motra europiane, normal që nesër aty do ketë edhe lobime, edhe për çështjen shqiptare, edhe për partinë në vetë e kështu me radhë. Zoti Mexhiti e tham edhe në hyrjet e emisionit, e thatë edhe ju, 5 parti u shkri në një. Por çfarë ndodh me identitetet e veçanta brenda Vlenit, për shembull me partitë që ishin deri dje Besa, Alternativa, Lëvizja Demokratike? Për që do ndërlidhemi domethënë me pyetjen e paraprake, ku deri dje, domethënë deri më në 9 maj partitë shqiptare nuk kanë qenë shumë të definuara ideologjikisht. Nëse i merr domethënë programet i kanë pas përafërta, qëllimi ka qenë avancimi çështës shqiptare dhe nuk kemi thelluar asnjëherë më tepër tek çështje ideologjike, se nëse jemi djathtë, çfarë ekonomie pretendojmë kemi, kërkojmë pretendimin ndërhyrjen e shtetit apo duam më tepër te iniciativa private, edhe të çështje tjera, pra nuk i kemi bisedu. Mendoj se politika e shqiptarëve në Maqedoni ka evoluar dhe nuk mund të mbetet më vetëm te 3-4 çështje, partia shqiptare të mirët vetëm me 3-4 çështje, edhe asnjëherë mos pretendon pra të mirët me buxhetin, me ekonominë, me sfera tjera të jetës, sepse fundit shqiptarët kanë nevojë domethënë për një jetë më cilësore në të gjitha dimensionet. Nuk mund të mbetemi ne domethënë edhe pas 30 vite vetëm te çështjet elementare. Zoti Mexhiti, jemi koshient që çdo proces i ka sfidat e veta dhe ju përballet me sfida gjatë këtij rrugëtimi. Kemi parasysh njëherë largimin e Arben Taravarit nga Vlenit dhe së fundmi edhe 2 figura kyçe të këtij koalicioni nuk ishin prezent në Kongres, kam fjalën për zëvendës kryeministrin për qeverisje të mirë Arben Fetajnë dhe ministrin e politikës sociale Fatmir Limani, ndërsa në vend të tyre pam, nëse mund ta quajmë edhe një prurje të re, ish kandidatin për komunë të Kërçovës Shkodran Alili. A është ky zëvendësim i figurës së Limanit në Kërçovë me zotin Alili? Jo, mendoj Vleni me një zë do flet më qartë, do ketë fuqi absorbuese më të madhe dhe kështu lëvizje do ketë mendoj në periudhën e ardhshme shumë më tepër, sepse Vlenin e shohin më të sigurt, Vlenin më nuk e shohin si një koalicion i aksionerëve dhe me pretendime se nesër pas nesër mund të prishën. Pra Vleni është fryma. Në këtë frymë, pra mendoj që individi është i rëndësishëm, po jo i pazavendësueshëm. Askush nuk është i pazavendësueshëm, pra se kjo është frymë, domethënë deri dia opozitare, tash qeveritare, edhe unë po të dal për kësaj, domethënë për Vlenit, pra nuk dëmtohet Vleni, po dëmtohet individi. E para, e dyta,
Asnjëri prej këtyre që u përmendën pra nuk janë të përjashtuar nga vleni. Janë ende vlen? Nuk janë të përjashtuar nga vleni. Domethënë kanë kontribut në këtë frymë të vlenit, në këtë sukses të vlenit. Mirë po që ato duhet ta sqarojnë sepse në një moment domethënë janë largu, sidomos zoti Taravari, domethënë ka kontribut në formimin e vlenit, ka kontribut në formimin e vlenit. Edhe kjo ka shku konform domethënë aktivitetit tij 15 vjeçar anti-BDI, anti-qeveri, edhe është e paspjegueshme pse në një moment domethënë ai doli kundër vetvetes, kundër frymës subjektit vet Aleancës për Shqiptarë, kundër antarësisë, se u po që ata nuk e përcjellën, domethënë e lanë vetë siç kanë bërë edhe në të kaluarën, domethënë pra nuk shkuan me liderin, po nuk ja mohoj që në fillim ka pas kontribut. Nuk e mohoj që edhe këta dy që i përmendën, domethënë zëvendësi kryeministri dhe ministri janë kontribues në këtë frymën e vlenit, suksesin e vlenit. Çka ndodhi me këto? Pse ndodhi ajo? Po do i keni në emision, do sqarohen, domethënë, po nuk janë të përjashtuar. A nëse janë vetë përjashtuar, çështje tjetër. Flasim edhe për kritikat, zoti Mexhiti, e keni parasysh se kongresi juaj nisi me himnin e Evropës, ndërsa reagimet më pas që nga nënkryetari i BDI-s Bujar Osmani, por edhe të një pjesë analistëve dhe qytetarëve reaguan për mos intonimin e himnit kombëtar shqiptar. Ndoshta unë një kohë gjatë kum qenë BDI edhe ndoshta unë i kam fajt, edhe që atë traditën e BDI-s e kum bërë të vlenit. Ka harruar zoti Bujar Osmani që edhe kongresin e fundit, edhe parafundit, edhe parafundit, dhe nuk ka pas himën kombëtar në kongresin e BDI-s. Edhe ai mendon se qytetarët kanë harruar, nuk kanë memorie edhe se kjo është e njëjta situatë, domethënë. Zoti Osmani i jep mendim negativ, domethënë në qeveri si ministër kundër balancerit, edhe mandej pa turp del në opinion, thotë këto e kanë shfuqizuar balancuesin, a harron që gjykatësit, 9 gjykatësit në gjykatën kushtetuese janë zgjedhur nga ai dhe LSDM-ja. E njëjta thotë, i njëjti kritikon për himnin që s'ka në të vleni për kongres, a harron që në kongresin e tij ku zgjedh në kryetar edhe në kongresin para prak nuk ka pas himni, nuk është intonu himni kombëtar, domethënë në kongresin e BDI-s. Të njëjtit këta, pra 5 ministra shqiptar të drejtësisë nuk e kanë zgjedhur çështjen e jurisprudencës dhe pa turp, domethënë këto kritikojnë, këto dalin organizojnë protesta. Do flasim edhe në lidhje. Po, domethënë ta ndërlidhen, domethënë të njëjtit dalin protestojnë pse s'është zgjedhur çështja e jurisprudencës, a 5 ministra drejtësisë shqiptar pse nuk e zgjedh Fillkovi. Po nëse Fillkovi nuk e ka zgjedhur për një vit 2, po pse 5 ministra shqiptar nuk e kanë zgjedhur këtë? Dhe me çfarë fytyre dilnin protesta, domethënë të njëjtit me studentët aty për të manipuluar. Prandaj domethënë kjo është, po e mira është në këtë kongres që nuk kanë pasur ku të kapen, nuk kapen te platforma, nuk kapen te ideologjia, nuk kapen që s'ka ndodhur asnjë kongres të Partisë Shqiptare të ketë prezant 2 kryeministra, një i vendit, një i Kosovës, domethënë të marrin pjesë kryetari i parlamentit dhe përfshirë nga këtë aspekti Maqedon dhe i regionit, që ka pas shqiptar nga gjitha trevat, prej Luginës së Preshevës, Shqipërisë, Kosovës dhe kështu, kur këtu s'kan pas, pse kemi filluar me himnin kombëtar? Kemi dashur të japim një porosi politike me 9 maj që vleni prioritet mbi prioritete mbetet e ka, domethënë integrimin në Bashkimin Evropian, dhe kemi filluar me himnin evropian, pa himnin kombëtar, pa edhe pa himnin e shtetit. Domethënë nuk ka qenë as himri i shtetit, as himri kombëtar. Ka pas flamur kombëtar, domethënë edhe gjitha nishanet, po edhe nëse është bërë në lëshim, do kemi aktivitete të shumta ku do kemi edhe himnin kombëtar. Zoti Mexhiti, do e nis nga kjo në fund që përmendet për simbolikën e himnit evropian që thatë që pasqyron vlerën që vleni e ka si parti pro-evropiane që synon integrimin në Bashkimin Evropian. Megjithatë, zoti Mexhiti gjendet seriozisht para një sfide ndaj këtij procesi. Kemi parasysh ndryshimet kushtetuese dhe agjenda reformuese. Ju edhe parahyrjes në qeveri keni thënë që prioritet numër 1 dhe kushtje i parë i juaj janë ndryshimet kushtetuese. Pastaj e dim që ka pasur edhe afate të caktuara, të cilat janë thënë nga eksponent të vlenit në atë kohë. Dhe tani kur i kemi parasysh deklaratat e kryeministrit Mickoski, i cili tha se ndryshimet kushtetuese mund të presin edhe me dekada nëse Bashkimi Evropian nuk garanton ato që i kërkon Shkupi zyrtar, a mund të themi se jemi larg Bashkimit Evropian?
Mendoj se këto janë deklarata nga kryeministri, po janë deklarata për pozicionim para bisedimeve. Do të thonë normal se dy palët, nëse i merr edhe pala bullgare, pala maqedone, para se tulen në tavolinë, normal që i kanë deklaratat në superlativ ekstreme, sepse në fund në tavolinë duhet të ketë një kompromis. Unë uroj domethënë që këtu dhe shoh më iniciativa më serioze edhe nga Bashkimi Evropian edhe nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës që e duan që mos ta lën problemin për zgjidhje bilaterale, po të kyçen domethënë edhe Bashkimi Evropian edhe partnerët strategjik në mënyrë multilaterale duke bë presion dhe duke bë domethënë kërkim zgjidhje për ta tejkalu probleme me Bullgarinë, sepse Maqedonia në aspekt të reformave pra qëndron mirë në atë hap, domethënë edhe me Shqipërinë, edhe me Malin e Zi, edhe në region, sepse ky proces nuk është prej sot, domethënë punohet më gjatë. Uroj pra që bashkë me partnerët strategjik Vleni duhet lehtësues, duhet partner me ta që sa më shpejt gjejmë zgjidhje për ta tejkalu probleme me Bullgarinë. Në momentin që tejkalohet me Bullgarinë, me automatizëm Maqedonia bashkangjitet Shqipërisë dhe Malit Zi. Mirë, paraprakisht përmendet balancuesin, përmendet protestat e studentëve, do të shkojmë me radhë zoti Mexhiti. E dim që tetor të vitit 2024 u abrogua balancuesi, paralajmëruat atëherë miratimin e ligjit për përfaqësim të drejtë. Ky ligj më 9 prill të vitit 2026 u miratua nga qeveria e Maqedonisë së Veriut. Dhe ju e prezentuat si arritjen historike pas 25 vitesh të Maqedonisë së Veriut si shtet demokratik. Por kanë kaluar mbi një muaj dhe ligji ende nuk është proceduar në kuvent. Kur pritet të procedohet në kuvent? Ditët në vijim, mendoj që do ketë informatë më sigurte kur do jetë në renditje, mendoj së shpejti. Është historike për shkak ashtu siç u zgjedh me ligj me drejtë Isabeu dhe mbas 30 viteve edhe më tepër, pra për herë të parë në mënyrë ligjore u zgjidh një problem që i tangon domethënë medresantët kur e kryejnë të kenë perspektivë, pra mandeja vazhdojnë në fakultete të tjera, apo vazhdojnë në teologji, po jo të mbeten rrugës siç kanë mbetë 30 vitet e kaluara pas status, pas zgjedhje. E njëjta pra momentin që u abrogu balancuesi jo me fajin ton, pra një prej pasojave të qeverisë së kaluara me zgjedhje gjysmake, ne arritëm të imponojmë qëndrimin tonë në qeveri ndaj partnerit që të sjellim ta ngrejmë nivelin, pra jo të zgjidhet me mekanizëm statistikor ose të mbetet pa hiç siç ka qenë 2002-2015, pa kur çfarë zgjidhe përveç një kategori kushtetuese për fatësimi adekuat. Po dhe qasa jonë është më korrekte, më transparente. Ndoshta është vënë pak, po ne nuk e bëjmë këtë sikur me ligjin e gjuhëve të 20%, të cilën ta sjellim qeveritë ose parlament, e mandej ta dërgojmë te Komisioni i Venecias, e mandej kur të vinë ato ti mbajmë në sirtar, domethënë ato tre çështje i kemi lënë të hapura, nuk i implementojmë, po i kemi lënë si bombë kurdisë, domethënë kur vjen një qeveri tjetër. Qasa jonë nuk është kjo, domethënë ne kemi sjell ligjin në qeveri, e kemi dërguar te Komisioni i Venecias, e kemi kaluar me sukses atje, tash e kthejmë në parlament, po kur të kalojmë në parlament nuk ka më kontestim të atij ligji. Mund të ketë vërejtje, ne nuk pretendojmë që është ligji ideal siç asnjë ligj tjetër nuk është ideal. Po me rëndësi është pas 2001-shës, kjo kategori kushtetuese për herë të parë pra trajtohet dhe në mënyrë ligjore, do sillet ligj. Nesër çdo drejtor udhëheqës i një institucioni, qoftë ministër, kryeministër, drejtor i vogël i madh, do ballafaqohet me ligjin. E thënë apo nuk e thënë ligjin. Deri dje nuk e ka pas këtë çështje. Për shkak se edhe shqetësimet janë se nuk ka mekanizma mbrojtës. Atëherë si do të sigurohet? E para mbrojtës, domethënë pikërisht kjo është se nuk është njëjtë për një funksionar kur e ka para vetes ligjin, e thënë apo nuk e thënë ligjin, dhe kur nuk e ka ligjin. Dhe treta, që është më rëndësi, formohet një trup koordinues dhe nëse deri dje me këtë është marrë arshllon në vullnet të drejtorit, të një drejtorit të statistikës, drejtorit të biro për zhvillim ekonomik ose për se diçka, sot kjo nuk është më vullnet i drejtorit. Sot do jetë, domethënë, me sjelljen e ligjit, do ketë trup koordinues që udhëheq zëvendës kryeministri i parë shqiptar, bashkë me ministrat e resorit, që kur t'i kujtohet në mbledhje qeverisë pra të kërkon në raport, domethënë prej cili do funksionar, qoftë lokal, qoftë qendror, se deri ku është me përfaqësimin adekuat. Dhe çështja e katërt
Do të thonë aty do ketë edhe në akte nënligjore, do ketë edhe metodologji, herëto, do të thonë për këta që mundohen pra ta njollosin ligjin, do ketë zgjidhje edhe atje. Do ketë amendamente plotësuese. Edhe një prej, do të thonë, pe mangësive që ka pas kaluarën balancuesi, do të thonë nuk ka pas përcaktim të identitetit kombëtar nacional. Edhe sot te ligji është e parapame, do të thonë këtë çështje, këtë problem që e ka pas balancuesi si të hapun dhe që u keq përdor balancuesin të kaluarën, tash duam ta mbyllim me letër njoftim. Do të thonë me dokumentacionin e identifikimit ku mbas numrit të do të thonë definohet se kush edhe mbas gjuhës së letër njoftimit. Nëse ti e ke letër njoftimin edhe në shqip, do të thonë me automatizëm do të thonë ajo është i mjaftueshëm argument që je shqiptar. Nëse Maqedoni, për shkak se di që ka dhe shqiptar që marrin letër njoftime vetëm në një gjuhë. Pani kjo do i motivoje që ta marrin edhe në gjuhën e tyre. Po nuk mund ndodhe Maqedonit shkoje në konkurs, kosh vendi parapam për shqiptar, edhe vetëm deklarohet në moment të të ndjehem shqiptar dhe ta zonë në vendin e shqiptarit. Tash du ta nxjerrë letër njoftimin, du ta bëjë letër njoftimin edhe në gjuhën shqipe, nëse do ta zonë vendin aty, po mbetet si shqiptar. Ose kundërta, shqiptarit t'ja zënë vendin Maqedonit ose Turkut. Zoti Mexhiti, opozita e quan këtë ligj karikaturë dhe tradhti kanë paralajmëruar se nuk do ta votojnë në kuvent, do të kaloj kjo me badentar? Po nuk e di cila është tradhti, nëse është kategori kushtetuese dhe prej 2002, 20 vjet jenë qeveri, edhe nuk e sjell ligj, nuk e ke rregulluar këtë punë me ligj s'paku si tonin, jo më të mirë. Pra 20 vjet s'ke pru ligj, 20 vjet e ke lënë pas zgjidhje ligjore, edhe nuk e di cila është tradhtia këtë. E jona pa e tyre. Hajë s'po thëmë tradhti, së është kategori, mende e ranta, shqiptarët janë lodhë me këta deklarata tradhtare ase, po është ma tepër dhe kësha thënë neglizhen, se kam pas mendjen këtu. Se kanë luajtur futboll në zyre, se kam pas tu se do të ta blenë Saravijën, se kam pas tu se kanë desh të bëjnë punë tjera. Pushtet kanë pas mjaft, numrat i kanë pas shumë më mirë se na, partner domethënë kanë pas domethënë Kovacevskin, po nuk e kanë pas mendjen domethënë atë pushtet nuk e kanë materializuar për çështjen shqiptare. Atë kanë materializuar për kazino, për ato, për këto. Përmendet futbollin në zyra zoti Mexhiti, por tani kemi një situatë ku ministri aktual nxjerr foto nga pushimet në Tajland. Ndërsa merr rrok nga qeveria, nga qytetarët në fakt. Po tash mendoj që është në largim e sipër. Se absolvum si tem tash, ne kemi bërë thirrjet, mbetet, t'jep kontribut, ai ka ardhur me diasporës, nuk ka qenë rast social, ai ka pas një jetë atje, ka punuar në diasporë, domethënë pse ka shkuar tash në pushime, po ai është domethënë nuk ka detyrë, ai pret rekonstruimin zaventësohet. Zoti Mexhiti, përmendet protestat e studentëve. E dim që protesta e parë ishte me 6 prill të vitit 2026, ku protestuan mijëra studentë, ndërsa atyre ju bashkangjiten edhe eksponentë të opozitës. Mirë, tani edhe ish ministra që nuk kanë zgjidhur problemin. Deputet të opozitës, funksionar tjerë, por po paralajmërojnë studentët edhe një protestë tjetër së shpejti. Si do të jetë çështja e vlenit? Në këtë periudhë 2 vjeçare ka edhe avancim të gjuhës shqipe. Për herë të parë, domethënë edukatorët përqerdhet licencat i kanë në gjuhën shqipe. Nuk ka qenë 20 vjet. E dyta, kreç ka pas, domethënë është njëjtë, domethënë si të kaluarëm, edhe pse këto numra, numrat e determinojnë politikën, e kemi rujt atë ligjin e gjuhëve, domethënë deri në presjen e fundit. Dhe nuk ka askund degradim. Sa i përket çështjes së jurisprudencës, domethënë mirë që protestojnë studentët. Edhe kjo është vlerë demokratike, se deri dje s'kan mund ta protestojnë. I kanë shantazhu, i kanë bërë presion, i kanë bërë në kontroll nëpërmjet rektorëve, nëpërmjet dekanëve, domethënë nëpër universitetet shqiptare. Ne kemi bërë betejë me ligjin për asnjë të lartë. Pra kemi rrit pozicionet e universiteteve tona, finansimin e universiteteve tona. Pretendojmë që t'ja urrisim investimin, jo vetëm në investimet kapitale me Universitetin Nën Tereza 60 milion, po të rritën investimet edhe të përfshirja akademike, profesorëve, asistentëve, sepse këtu dallojnë, domethënë çalën, nuk mund të pretendojmë ngritjen e kualitetit të universiteteve tona nëse nuk kanë parakush domethënë finansim drejt, finansim të mjaftueshëm. Ne edhe një herë themi, po punojmë për ta zgjidhur çështjen e jurisprudencës, provimit e jurisprudencës. Studiojnë në gjuhën shqipe dhe shumë e drejtë është edhe provimin ta bëjnë në gjuhën shqipe.
Po para opinionit hapim, këto mas pak të kanë drejt ta flasin këtë. Pse, zoti Miçik? Se 5 ministra shqiptarë të drejtësisë kanë qenë më herët, nuk e kanë zgjidhur këtë çështje. Dhe sot kërkojnë, domethënë ta zgjidhë, domethënë Fillkovi. Zoti Ademi gjatë protestës atëherë tha që kërkesa është tani, jo në kohën kur ata kanë qenë në pushtet. Çuditërisht, veç tash ka kërkesa, domethënë, edhe për atëherë nuk ka pas kërkesa, nuk ka pas student. Apo s'kan ditë të bëjnë protesta student. Po nuk është i zgjidhur çështja e jurisprudencës, nuk është çështja e zgjidhur me këtë ligj, as çështja e notariatit, as çështja e përmbaruesit, as shumë çështje tjera kanë qenë gjysmake. Domethënë janë zgjidhur më. Ligji i gjuhëve është generatori i krizës. Sepse aty mundet, këtu s'mundet. 20%, këtu është 17%, atë 18%. Pra nuk kur kanë filluar, se unë kam qenë pjesë e BDI-s, për ta zgjidhur pra ligjin e gjuhës shqipe, modeli ka qenë Kosova. Është shtet unitar, serbët janë 3%, ne jemi 30% këtu, edhe esenca, brumi i ligjit ka qenë që gjuha shqipe ta merr statusin ngjashëm, identik me gjuhën serbe në Kosovë. Pse janë bërë kompromiset, edhe pse në fund ka dalë si derivat, domethënë ky ligj i gjuhëve 20%, po është çështja vetë. A ka qenë avancim në atë kohë? Po. Ka qenë avancim për situatës paraprake. Kemi sjellë për herë parë pra një ligj, domethënë ka qenë avancim. Dhe Vleni do të harron këtë pozicion të avancimit, po Vleni po punon, domethënë që gjen momentumin politik të avancojmë për gjuhën shqipe, ta merr statusin ku e meriton gjuha shqipe, jo këtë status të 20%. Çfarë kupton momentumi politik? Më tepër numra? Më tepër numrat, normal që determinojnë edhe numrat, momentumi politik, sepse nuk mund të sjellën këtë çështje kur të na kujtohet, duhet punohet, duhet bisedohet, ne po bisedojmë kur do të ketë. Po, domethënë punojmë që ne nuk jemi të kënaqur me statusin që ka gjuha shqipe, kështu si e ka. Konkretisht për këtë kërkesë të studentëve, çfarë do të ka grup të ekspertëve, siç kanë punuar për ligjin e përfaqësimit, siç kanë punuar për ligjin e medresës Isabeu, po ashtu një grup i ekspertëve në qeveri janë në përfundim për gjetë zgjidhje, po duhet ta përgatitë opinionin që nuk mbyllet çështja me jurisprudencën. Se për provim jurisprudencës mund të japin, domethënë mund të bëjnë brenda vitit 4, 5, 6 student nevojë për të dhënë këtë provim, ose 10. Po ne kemi problemin mandate të notariatit, edhe të përmbaruesve, edhe shumë çështjeve tjera. Pra, ose do shkojmë një pas një të zgjidhim këto, ose me një moment politik për t'ia dhënë statusin e merituar të gjuhës shqipe, sepse për shembull në Kosovë mund ta udhëheq Kosovën në qeveri ultranacionaliste, nacionaliste më i madh shqiptar. Po nuk shkon ta preke serbishtën as nivel qendror, as nivel lokal. Nuk e prek as në Skënderaj, domethënë ku s'ka asnjë serb, ku janë bërë masakra prej serbëve, po kurkush nuk e hap temën që mund me ndryshu përdorimin e serbishtës atje. Edhe këtu në parlament kurkush nuk e diskuton ku zgjedh si duhet përdorimi i gjuhës shqipe. Në qeveri kurkush nuk e diskuton a duhet përdoret ajo. Aty ku ligji e kalon çështjen e hapur, nuk i ka zgjidh, aty domethënë mirëme edhe do mirëme. Kur jemi të gjuha shqipe të studentët, të protestat e studentëve, besoj që zoti Mexhiti e keni parë një pjesë të një emisioni satirik të njohur në Shqipëri, ajo kënga që u këndua në kor, e cila shkaktoi reagime edhe këtu, madje edhe deputet tuaj të saktuar theksuan se këto emisione janë dorë zgjatur e Tiranës zyrtare, e cila shfaqet shumë armiqësore ndaj partisë shqiptare në pushtet. Ju ishit në Tiranë disa javë më parë, më falni, në takim me ministrin e punëve të jashtme për të sqaruar për një temë tjetër që ndërlidhet me këtë. Ai ka vlen raportet e prishura me Tiranën zyrtare apo funksiononi mirë? Nuk ka send që mund të më na prish me Shqipëri. Do të thonë çka do të ndodh edhe kur mirë, edhe kur keq, edhe kur na pëlqen, kur s'na pëlqen, do të thonë epicendra jona është Tirana. Edhe në këtë drejtim, pra, ne nuk heqim dorë. Ato satira, humori, ka pas edhe në kalumen. Do të thonë, ndoshta jo këto për masa, se ka pas situata më të rënda këtu. Ndoshta këto është drejt demokratike, këtë nuk e flas se çfarë raporte ne do të mbajmë me Tiranën, do bëjmë çmos, sot është biznes, ka një forum domethënë të biznesit të Shqipërisë me biznesin e Maqedonisë, ku mbi 100 biznesmen domethënë po shohin mundësitë e bashkëpunimit, e investimit andej e këndej. Domethënë derisa ne po e mbajmë emisionin, domethënë
është dita e forumit për te kufive. Do më thonë me iniciativa, do mundomi në të ardhmen pra ti përkrajim, të jenë sa më të shpeshta, do jemi më shpesh Tiranë, do i ftejmë më shpesh këtu. Po, një pyetje do më thonë që tash nuk kemi në monizëm edhe në komunizëm mos flasim, po është pak një pyetje retorike, do më thonë, ku ishte Tirana, do më thonë, të reagon kështu zëshëm gjatë rastit Mosra, gjatë lagjës e Kumanovës, kur jenë po shumë shkele ligjore, kur jenë vra komandanta, kur jenë kapacitata tranda, do më thonë, për degradimin e çështjes shqiptare, ka qenë shumë e heshtër se sa tash. Është mirë pra mos i shef në prizmën e politikës ditore, ose prizmën e interesit partijak, a është kjo parti në pushtet, a është tjetra në pushtet. Në Tiranës i takon, edhe me kushtetut, të kujdeset për shqiptarët jashtë Maqenisë, po të kujdeset tjetë nanë për gjithë. Politika ditore, afinitetet, kush ka ne pëlqen ma shumë, edhe ato kanë qenë, do më thonë, të ndryshushme, edhe zoti Rama Ahmetis kanë qenë, s'ka pas dhe afërsi. Dalja e Kurtit në sipërfaqe, krijimi i dy bloqeve, ka kriju tash alianca brenda NATO-s se kush është me Ramën, kush është me Kurtin. Tu desha të ndërlidhur. Po në fund prap jemi te kauza shqiptare, prap jemi bashkë aty, kështu që nuk mundet për imsina, domethënë do i te kalojmë. Vleni ka thonë prova edhe brenda vetës që din te kalon. Ne edhe brenda Vlenit kemi qenë dikur të përplasen njëri me tjetrin. Kemi drejtime të kundërta, kemi qenë kundër kandidat. E kemi te kalu atë kemi, domethënë, përvoja politike, kauza, ideja është më e madhe se sa egot dhe individi. Ne kemi dhënë një provë të vetvetja, që për herë të parë kur shqiptarët në vazhdimsi përçahen ne po i bashkojmë, edhe besoj që delym rolin e lehtësuesit nëse duhet edhe ndërmjet Maqenisë, qeverisë e Maqenisë dhe qeverisë së Shqipërisë, ajo ura lidhse, po nëse duhet edhe ndërmjet Kosovës dhe Shqipërisë ose bashkë me to në iniciativat përbashkëta. Për shkak se këtë që e thatë, shumë analistë e interpretojnë në fakt si tesë se shqiptarët e Maqedonisë kanë ngelur në luftën mes Ramës dhe Kurtit. Shqiptarët e Maqedonisë kanë nevojë edhe për Kosovën, edhe për Shqipërinë. Shqiptarët e Maqedonisë kanë nevojë për 8 majtës e djatës Shqipëri. Pra ne nuk pak jemi këtu që të ndahemi atje të na ndajnë kush është me PS-n, kush është me PD-n, e kush atje. Shqiptarët e Maqedonisë kanë nevojë për Ministrinë e Punëve të Jashtme të Shqipërisë, kanë nevojë për Ministrinë e Arsimit atje, kanë nevojë për institucionet kulturore, domethënë të Shqipërisë, kanë kontribuojnë, domethënë siç kanë kontribuar historikisht kur i kanë hapë shkollat e para, domethënë këtu në Maqedoni, kur i kanë rrit gjuhën shqipe këtu, po me vepra konkrete, me projekte konkrete. Ne këto ditë pra në fillim qershore panairin e Tiranës po e sjellim në Shkup, do të panairi i Shkupit, panairi i Qarshis me Fatmir Toçin që ka qenë ish deputet i Partisë Socialiste dhe Irena Toçin që mbajnë shtëpinë botuese të ENA me mbi 30 shtëpi botuese nga gjitha trevat shqiptare. Pak më vonë në Qarshi kemi edhe Invamulën, sopranën e njohur, bashkë me Ramlaj, bashkë me këto, për t'i bo një pandan verës sa Ohrit, dhe më thonë se mendoj që pretendoj që shqiptarët Maqeni duhet më të marrin hapin, dhe më thonë të marrin hisin edhe në kulturë, edhe në buxhet, pra duhet t'i bëjmë një pandan verës sa Ohrit, t'i bëjmë një pandan panairit, kështu me radhë, sepse tashmë kemi 3 universitete në gjuhën shqipe, kemi një armatë profesorëve dhe asistentëve, nuk kemi në vitet 90-ta. Pra, kjo është edhe një prej ndryshimeve që duhet ta sjellim Vleni. Kështu kritika, normal që do ketë, sepse fundit qeveria kritikohet. Do të thonë me humsin nuk mund të mirën, bujari ka humb zgjedhës, s'kan çfarë mirën me bujarin. Do të thonë normal që mirën çajër me mua, në qeveri mirën me Bekim Sali. Do flasim vazhdojmë edhe për akuzat. Sigur që janë marrë me kur janë kanë qeveri, janë marrë me ato. Ngelemi te kritika ndaj Vlenit, zoti Mexhiti, kritike shpesh të cilën besoj e keni hasur, këtë e ka thënë në fakt ish partneri juaj Arben Taravari se Vleni nuk ka peshë reale në qeveri, ka thënë atëherë kur ka dalë nga Vleni. A keni vendim konkret që keni bërë vëmëron të tërhiqet nga pozicionet e saja, ose që keni mbrojtur pozicionet tuaja në qeveri? Po me elaborova, mendoj e para ligjin për mezresën, ligjin për përfaqësimin adekuat, ligjin për arsimin e lartë. Mund t'i thërni universitetet, profesorat, ta shifni se si o mbrojt interesi i këtyne 3 universitete. Bile ka pas në takim
te kryeministri, ku studentat Macedon kanë sulmu sepse ka shumë investohet në universitetet shqiptare, ndërsa nuk investohet në universitetet macedone. Është për deklarat publike ku kanë qenë prezent gjitha mediume. Ne kemi bërë, domethënë, për herë të parë frima e marrëveshjes së Ohrit, pra një prej shtyllave është edhe decentralizimi. Ne Maqedoninë kemi gjetë shtetin më centralizuar në region pas Kipros. Pra nuk ka shtet më centralizuar, edhe Republika e Kosovës, që është shtet i ri, është më i decentralizuar se Maqedonia. Pra ne gojëm plot për marrëveshjen e Ohrit, po në esencë, domethënë, pak kemi punuar me frymën e marrëveshjes së Ohrit. Dhe nëse komunat, pa më parasysh kryetarët e komunave kanë qenë BDI, Vlen, PDSH, për herë parë kanë ndjerë dorën e ngrohtë të qeverisë të 2 vite. Pra nuk keni komunë ku nuk është shndruar në kantier ndërtimi. Dhe kjo nuk ka ardhur brenda natës. Kjo ka ardhur për shkak se Vleni nuk ka leju te kredia hungareze, domethënë, të vendosen më shumë kritere dhe të manipulohet edhe diskriminohen komunat shqiptare si të kaluamën. Vetëm një kriter, numri i banorëve. Sa banor ka, dhe vetë qytetari i asaj komune mund ta shef kaç ka kredi, kaç domethënë ka banor, edhe ka mund me kalkulator ta nxjerrë se këtë vjet sa milion do i marrë Çajiri, sa milion do i marrë Tetova, sa do i marrë Gosivari. Dhe ju, si medium, shifni, domethënë, kur më shumë është punuar në komunat shqiptare, kur më shumë është punuar në vendbanimet shqiptare, në fshatrat shqiptare. Kjo nuk ka ndodhur rastësisht. Kjo është pikërisht, domethënë, për pozicionimin e Vlenit për ta marrë hisën në buxhet, në decentralizim, sepse decentralizimi është një prej shtyllave më të rëndësishme të marrëveshjes së Ohrit. Kur jemi te decentralizimi, edhe këtu desha të lidhem me një. Nuk desha të ndëlidhem, po mendoj që nëse ka politikan më të pabesueshëm në këtë mendoj në qiell, në Maqedoni, janë deklaratat e zotit Taravari. Unë mendoj që askush si merr relevante, sepse shkon prej një ekstremit në një ekstrem. Me marrë se çka ka thonë Taravari për BDI-n, për zotin Ahmeti, unë për vete Taravari s'ka pas fytyrë me taku. Temën e decentralizimit tha tani që jo që nuk ndodhi decentralizimi fiskal, por me ligjin e ri për vetë qeverisje lokale, ju morën edhe më tepër kompetencat komunave. Ju më herët keni qenë kryetar komune, tani jeni përsëri. Si është gjendja? Cilën kompetencia kanë marrë komuna? Kjo është problemi, domethënë ato mendojnë që njerëzit nuk lexojnë, njerëzit nuk i njohin, njerëzit nuk kanë memoria, nuk mbajnë mend, edhe flasin gjithçka, edhe sidomos në Kosovë, Shqipëri, mundohen për të krijuar një percepcion të rrejshëm, ka degraduar çështja shqiptare. Edhe unë tham, okay, edhe me ministrin Hoxha bisedum. Ku ka degraduar? Ku kanë thonë ato? 1, 2, 3, edhe ta konstatojmë. Jo, sa s'di ku ka degraduar, tha, po trumbe me të madhe, tha, e thënë ka degraduar. Po mirë, nëse ka degraduar, duhet t'i numërojmë. Ka degraduar gjuha? Jo. Ka degraduar përfaqësimi? Jo. Avokati i popullit thotë 2025 është viti më i suksesshëm për përfaqësimin e shqiptarëve në administratën shtetërore publike mbi 2000 shqiptarë të punësuar. Nuk ka degraduar. Decentralizimi? Jo. Po këto janë shtyllat e marrëveshjes së Ohrit. Është rreziku gjuha shqipe. Dul edhe kryetari i gjykatës kushtetuese, që ishte më probleme deri tash, tha, mos mërzitet se askush se prek gjuhën shqipe. Ajo është kategori kushtetuese, për me ndruat duhet me ndru kushtetutën. Nuk ka si forcë që e bën atë. Pra edhe këtu ka degraduar decentralizimi. Pyetni zotin Taravarin, a është i diskriminuar Gosivari për këtyre projekteve, domethënë që janë ndarë prej qeverisë? Jo, edhe pse është komunë opozitare, ka marrë njëjtë si Tetova, ka marrë si Çajiri, ka marrë si Struga, si Dibra. Edhe 90% projekteve që realizohen në Gosivar janë të qeverisë. Ne kemi alokuar ato mjete që domethënë Gosivari. Se Gosivari është një prej komunave me më tepër borxhe në nivel republikan. Prej kohës Taravarit. Po, në zoti Mexhiti do të dalim te një temë tjetër, rikonstruimi i qeverisë. Kryeministri Mickoski ka njoftuar rikonstruimin e qeverisë për fund të majit ose fillim qershorit, ose në fakt muajin qershor. Zëvendës kryeministri Bekim Sali ka konfirmuar se ministri Fatmir Limani nuk do të jetë në listën e ministrave të Vlenit. Çfarë kuadrësh konkrete do të ndryshoj Vlenin këtë rikonstruim? E para, kjo është përgjigje ndaj atyre për opozitën shqiptare, se më opozitën maqedone merret zoti Mickoski. Po opozita shqiptare kaluan 2 vjet, ato truvetojnë e rrenë antarësinë që mas 2 muajve do ketë zgjedhje parakosh, mas 3 muajve do ketë, që edhe 6 muaj, që edhe 1 vjet, këtë prej fikës mos i ikë antarësia. Domethënë rrenshëm mundohen t'i japin shpresë të rrenshëm, t'i motivojnë, t'i mbajnë, mos ju ikë, domethënë se s'kan çfarë ofrojnë. Me vetë faktin që ka rekonstruim, domethënë kjo nuk kupton që nuk ka asnjë plan për zgjedhjet parakoshme.
Ambetet 2027 e dyta, do flasim 2027, po njerë për njerë nuk ka, dhe më thonë, kur bëhet rekonstruimi, dhe më thonë, është përgjigje më e mirë për zgjedhjet parakoshme. Pra qeveria ka shumicë stabile, shumicë afër 2/3 në parlament, është vit që nuk ka as parlamentare, as lokale, as presidenciale, është vit i volitshëm që qeveria bën punë, të realizon programin, të realizon projektet, edhe komunat, po është kërkesë edhe biznesit, se edhe biznesi shqetësohet kur shpallën zgjedhje, sepse 6 muaj kanë ngrirje të proceseve, dhe më thonë edhe shkon në kontët atyne, dhe më thonë si u blokohen punimet, u blokohet biznesi, e kështu me radhë. Kjo është, dhe më thonë, sa i përket rekonstruimit, po, parimisht me zotin Miskovski jemi marrë vesh që do ketë rekonstruim, po kaq. Nuk kemi folë ende as për parimet, as për resorët, as për emra. Ministri i Drejtësisë Igor Fillkov, për shembull, është përmendur shumë shpesh herë si një emër i mundshëm. As për emra, as për resor. Kur do ulmi në tavolinë, kemi vërejtje, do të thonë, mund të kemi vërejtje edhe për tonët, edhe ne për ato, edhe ne kemi vërejtje për zotin Fillkov, që ka tregu një lloj ashpërsie ndaj disa momente që është shqiptare, po, do të thonë, gjithçka, do të thonë, përveç se do ketë rekonstruim, gjithçka tjetër është spekulim. Do ulmi, do bisedojmë me argumente, kur do kemi epilogën asaj, do njoftojmë opinionin. Përmendet paraprakisht zgjedhjet e parakohshme parlamentare, po në fakt edhe zgjedhjet e rregullta nuk është që janë shumë larg prej tani. Si planifikon vleni të del në zgjedhjet e ardhshme? Do të garoni si vlen, apo jeni të hapur edhe për një koalicion më të zgjeruar me partitë të tjera? Po s'ka, mendoj kryesisht të 5 subjekte, kemi një partneritet me Lëvizjen Arbëria, kandidati i pavarur në Kërçov më është pjesë e vlenit, mendoj kandidati i pavarur tashmë kryetari i Strugës, zoti Mendi Qira, pjesërisht deri diku, domethënë është antar i kryesisë pa drejt vote, domethënë derisa edhe ai po bëhet pjesë e vlenit. Pa tash varësisht do ketë ndryshim të kodit të organizimit zgjedhor. Nëse do jetë një njësi zgjedhore, nëse do ketë edhe prag, ajo do i detyron shqiptarët të organizohen në 2 bloqe, domethënë siç janë edhe Maqedona, se do ketë perspektivë për partitë e vogla, po pa ekuivoke zoti i pyetjes, domethënë vlenja mbetet i hapur ndaj intelektualëve, ndaj ekspertëve, po edhe ndaj atyre që janë të pakënaqur në opozitën shqiptare, që nuk kanë bagazh, nuk e rëndojnë, janë të dera është e hapur e vlenit. Edhe për zgjatin Sele? Do bisedojmë. Jemi të hapur për bisedime. Kur jemi te zoti Sela, ai kohët e fundit doli me një thirrje publike ndaj partive parlamentare shqiptare për një truesë të përbashkët dhe tha që partitë më të mëdha parlamentare shqiptare duhet që ta thirrin atë. Vlen është në fakt forca një ndër forcat më të mëdha politike shqiptare në Maqedoninë të Veriut. Do t'i përgjigjeni kësaj thirrje? A ka nevojë për një truesë të përbashkët? Mirë tingëllon dhe shqyrtet. Kaq? Po du ta mendojmë pak. Ad hoc mund. Ide e mirë. Mirë, zoti Mexhiti, do flasim pak edhe për të ardhmen. Ndryshimi më kritik që audienca dëshiron të dëgjojë është që deri para zgjedhjeve të ardhshme, çfarë është e gatshme vlen të jep qytetarëve? Po, mendoj do vazhdojmë me përfaqësimin adekuat, domethënë jo vetëm me punësimin, po edhe me avancimin, sepse shqiptarët kanë nevojë edhe statusin që kanë administrat, diku të avansohen, të marrin përgjegjësi të reja, normal duke u bazuar te meritokracia, sepse në ato pozita kanë më shumë mundësi, domethënë për të shërbyer qytetarët dhe për të shërbyer procesin. Po ashtu fokusi është mbi investimet kapitale dhe në këtë qeveri në këto 2 vite, nëse i marrim dhe i shohim projektet kryesore, pra gjysmën e buxhetit e harxhon korridori 8 dhe atë me intensitet shumë të lartë punimeve, dhe ky korridor domosdoshmë do lidhet me qafthonën, se prandaj edhe pika kufitare në qafthon po zgjerohet. Dilema e vetme a do jetë para aeroportit të Ohrit apo pas aeroportit të Ohrit, pra rreth 2 miliardë euro të këtij buxhetit të qeverisë pra shkojnë për korridorin 8. Sot nesër këto ditë presim përgjigjen pozitive nga Banka Evropiane për zhvillim për fillimin e punimeve të rrugës Shkup-Llac, që po ashtu do jetë mbi 200 milionë euro.
prapë është njëra e lidhë me Shqipërinë, tjetra e lidhë me Republikën e Kosovës. Po punojmë që One Stop Shopi të funksionojë edhe në Qafthon edhe në Shën Naum, me pikat kufitare me Shqipërinë, investim tjetër që është historik pra Universiteti Kampusi i Universitetit Nën Tereza, dhe ati më veç më po punohet, ka një intensitet të realizimit, që është investim historik për arsimin të shqiptarëve në Maqeni, sepse shqiptarët ose i kanë, Universitetin e Tetovës se kanë bo pjesë ende se kanë përfundu, ose Universitetin e Evropës Juglindore kemi bo me donacione nga jashtë të së shprek asnjë denar prej buxheteve të qeverive të kalume. Po ashtu, shumë shpejt du të fillon sheshi Skënderbej, faza e tretë me parking nën toksor dhe të ngjanë si sheshi Skënderbej në Tiranë edhe në Shkup. Tek komunat mbi 80 milion euro, nga 300 milion euro e para nga kredia, janë aloku në projekte infrastrukturore, nën toksore, shkolla, qerdhe, pishina, në për komunat shqiptare, në për vendbanimet shqiptare. Pra është një revolucion i investimeve kapitale në për vendbanimet tona, normal, pa në shkalu dhe fushat tjera. Zoti Mexhiti, përmendet projektet kapitale, dua që në këto minutat e fundit fokusojmë edhe të çështjet lokale që kanë të bëjnë me komunën e Çajirit, pasi që jeni kryetari kësaj komune. Gjatë fushatës zgjedhore keni premtuar ndërtimin e 2 çerdheve dhe 2 shkollave në komunë të Çajirit. A ka diçka konkrete në këtë drejtim? Në Çajir, ka program, edhe unë i qëndroj atij programi, 100%. Mund ndodhë që në vitin e parë të realizojmë gjitha premtimet që i kemi për 4 vitet e ardhshme, edhe të qerdhet, edhe të shkollat, edhe të kontinjeret nën toksor, edhe të ashensoret në përndërtesa, po veçanti për shkak të theksi është vendosur mbi rrugët, se rrugët janë ato që e hapin Çajirin, që lidhin Çajirin dhe që japin një perspektivë të re. Me intensitet lartë po punohet rruga Ferit Morati prej John Kennedy deri tek Shqiponja. Ditët janë në pyetje kur do fillon edhe rruga Mitat Frashëri, dikur brigada Kosovo-Maqedonase, që ndon Fushtaponën dhe Teneça Mahallën. Është rrugë që duhet zgjerohet me 2 korsi që lidh me Shutkën, me Botelin, me qendrën, dhe është projekt kapital. Po ashtu presim dikun ka Koriku, mesi Korikut, eventualisht Gusht, për ta filluar edhe rrugën jetike, rrugën e Jajpashës, rrugën Sveton Dimov në Çajir, që është projekt mbi 10 milion euro, ku punojmë në bazë ditore me kryetarin e qytetit Orse Gjergjevski. Po ashtu janë realizime sipër rregullimit total i trotuarëve, i gjelbrimit, i infrastrukturës nën toksore në lagjën Fushtaponë, në lagjën Çajirin e vjetër, të asfaltimeve. Njëjtën po e bëjmë në Teneça Mahallë, njëjtën po e bëjmë në Dijon. Intensivisht po punohet në Satkull, ka fillu intensivisht të punohet në Duçangjik. Pishinën e parë, këto ditë në vijim dhe lëshojmë përdorim pishinën e parë në Çajir që dhe në funksion të fëmijëve të Çajirit. Pishinën e dytë kemi fillu në lagjën e Seravës, të shkolla 7 Marsi në Obor. Pra, momentalisht, vetëm për momentin, edhe pse është me 3.4 km Çajiri, ka 15 pika ndërtimi. Ka cilësh, cep Çajiri, po punohet. Dhe do rritet, do intensifikohet, tash pranë verë. Zoti Mexhiti, keni parasysh që edhe BDI kohët e fundit ishte shumë aktive në lidhje me akuzat ndaj jush në komunë të Çajirit. Vazhdojnë të theksojnë se në komunë të Çajirit po vazhdohet modeli i aplikimit të kontratave në vepër për aktivist partjak. Si këndo përgjigje? Ku kanë ato tash, se s'kanë komuna me cilën ta krahasoj? Hajtë t'i marim me komuna që i ka AKI, nëse janë ende AKI, sa kontrata ka Çajiri, edhe unë i tha me përgjithësi që publikisht e ftoj zotin Osmani, le ta merr Gosivarin, Vrapçishtin, Plasnicën, Likovën, ai Çashkën dhe Lomës, është histori, është komunë shqiptare, nuk është e BDI-s. Ti marim t'i krahasojmë. Unë e tham me shumë përgjithësi që Çajiri e ka borxhin ndër ma të konsolidumin në Maqeni. Me shkolla, me qerdhe, me projekte që janë është pak mbi 1 milion euro. Nëse e krahasoj me komunat e që i udhëheq BDI-ja, ose që i kalon BDI-ja, Sarajin e kalon me minus 4 milion euro. Ne, e kemi Çajiri ka 1 milion euro borx, Saraji ka minus 4 milion euro borx.
mos flas për komunat që i ka qeverisë të tjera. Sa i përket kontratave, ato me përgjegjësi më të lartë, domethënë çajri i plotson standardet evropiane. Domethënë nëse në kokë banori, domethënë për sa i ka 65.000-70.000 banor, domethënë i ka standardet në bazë Evropës. Aq sa ka parapame me një komunë evropiane, domethënë për 1.000 banor sa punëtor duhet të ketë me një komunë, 2 punëtor, 3, çfarë ka çajri. Pra, e sfidoj BDI, komunat që i ka edhe çajrin, edhe ti masim aspektin e borxheve, aspektin e realizimit projekte, aspektin e realizimit buxheteve, edhe te kontratat ku kanë qeft të flasin, edhe aty domethënë i sfidoj, ta shohim sa ka çajri, sa kanë komunat e tyre. Po, atëherë zoti Mexhitu, ju falenderoj që ishit pjesë e emisionit ton. Faleminderit për përgjigjet. Shikues të nderuar, ju falenderoj gjithashtu për vëmendjen me të cilat na përcjellët. Nga unë Ersan Pajaziti, natën e mirë.